Nëna më detyroi të prostituoja që kur isha e mitur. Rrëfimi i tronditës si 29 vjeçares, më njohu me një burr, doja t'i jepja fund jetës. Një rrëfim tronditës ka dalë në dritë në Itali, ku 29 vjeçarja Majla Misheli ka rrëfyer se si u detyrua nga nëna e saj të hynte në prostitucion që në moshën 14 vjeç. Në dëshminë e saj, ajo tregon se gjithçka nisi gradualisht, duke u përballur çdo javë me situata të rënda dhe të dhimbshme. Kaloja çdo të hënë me një burr më të madh në moshë. Ai më neveriste, më rriste gjak në dush duke u fërkuar. Ishte e vetmja mënyrë që ndihesha më e pastër, ka rrëfyer ajo. Sipas saj, nëna kishte ushtruar presion psikologjik që në moshë të vogël, duke i treguar fotografitë papërshtatshme dhe duke bindur përfitimet që sillte prostitucioni. Majla kujton momentet e dëshpërimit të thellë. Isha e bindur se do t'jepja fund jetës time, nuk do ta duroja më. Një nga episodet më të rënda sipas saj ishte kur nëna e bindit publikonte një njoftim në gazetë me një identitet të rrem, duke ofruar shoqëri për të rritur. Tarifat sipas Majlës ishin vendosur nga vetë nëna 80, 100 dhe 200 euro në varësi të kërkesave të klientëve. Ajo thekson se ndjenja e tradhtisë ishte e thellë pasi bëi fjala për personin që duhet ta mbronte. Nuk e mendon kurrë që nëna jote do të bëjë diçka të tillë, shprehur ajo. Majla ka rrëfyer gjithashtu se në një moment kishte tentuar të jepte fund jetës, por u shpëtua nga qeni i saj. Nëse jam këtu sot është fal qenit, ka përfunduar ajo.